Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi është me ne në studio dhe do të kuptojmë për të dhënat e sotme të cilat ky institut i ka shpalosur sa i përket pasojave dhe dëmeve si shkak i një mosveprimi nga ana e Kuvendit të Kosovës përmes të cilit dhe përmes një aktgjykimi gjykatës kushtetuese ku ishte kërkuar Kuvendi që të bënte disa ndryshime ligjore. Atëherë Gëzim, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Faleminderit shumë. Gëzim, sot keni shpalosur disa dhëna shqetësuese, është një numër i madh i zyrtarëve publik të cilët prekën nga një mosveprim i Kuvendit të Kosovës i cili ka gjithashtu pasoja edhe sa i përket buxhetit të shtetit, apo jo? Për çka bëhet fjalë? Fillimisht nështë për me shku përmes një rrjedhje kronologjike, në shkurt të vitit 2023 ka hyrë në fuqi ligje për pagat në sektorin publik. Dhe ky ligj do thotë ka pasur një sër problemesh në raport me mbrojtjen e drejtave kushtetuese të zyrtarëve publik. Tash, gjykata kushtetuese një pjesë të konsiderueshme të këtyre çështjeve i ka adresuar përmes anulimit të dispozitave që kanë lënë ndesh me kushtetutën. Mirë, po një çështje tjetër që ka qenë është çështja e pagesës së përvojës së punës. Deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, pagesa për përvojën e punës ka qenë 0.5% për gjithë periudhën kohore, ndërsa tash është kategorizuar në atë mënyrë që për 15 vitet e para pagesa nga 0.5% është ulur në 0.25%. Gjykata kushtetuese ka thënë se kjo ulje është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me Konventin Evropian për Drejtat e Njerëzit. Për shkak se këta zyrtarë kanë pasur pritje legjitime në raport me pagat e tyre dhe kanë pasur një të drejtë të fituar, e cila në rastin konkret nuk kanë pasur mundësi që të merret. Mirë po, përballë kësaj situate, këtë dispozitën që flet që e përcakton pagesën për 0.25%, gjykata kushtetuese nuk e ka shfuqizuar, për shkak se ka thënë se nëse e shfuqizojmë, atëherë mbetet pa dispozit fare dhe nuk kanë mundësi se si të paguhen zyrtarët në raport me këtë çështje. Mirë po e ka obliguar Kuvendin që brenda 6 muajve që prek datën 1 gusht të vitit 2024 të adresoj dhe të bëjë ndryshimet e nevojshme ligjore për ta kthyer pagesën në të paktën 0.5% edhe për këto 15 vitet e para, dhe që shtrirja duhet të jetë që nga data 1 shkurt e vitit 2024. Fatkeqësisht në këtë situatë Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk e ka përmbushur këtë obligim dhe që në rastin konkret paraqet mosbatim të kushtetutës, për shkak se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese është ekuivalent me normën kushtetuese. Kushtetuta është ajo që gjykata kushtetuese thot për të, dhe që në këtë situatë haptazi Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka zbatuar detyrimet kushtetuese duke cenuar të drejtat e mbi 90.000 zyrtarëve publik. Po, dhe keni parë ndonjëherë ka pasur tentativa që të hyjnë në rand të ditës të ndryshime paktën nga një grup parlamentar ajo? Fatkeqësisht jo. Duke përkundër faktit që ne si IKD apo dhe sindikatat e tjera vazhdimisht kanë kërkuar përmes aktiviteteve të ndryshme që në rastin konkret duhet të zbatohet ky aktgjykim i gjykatës kushtetuese për shkak se përpos që është obligim kushtetues, zbatimi i kushtetutës është po ashtu një çështje që i prek mbi 90.000 zyrtarë. Mirë po që fatkeqësisht nuk ka pasur veprime në këtë drejtim. Kuptohet që bara kryesore në këtë drejtim i bie që qeverisë, e cila po ashtu ka qenë sponsorizuese e ligjit për pagat në sektorin publik dhe e cila po ashtu ka mazhoroncën në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Që ta shtyp përpara këtë çështje. Që ta shtyp përpara dhe thjesht ta përmbush obligimin kushtetues. Tash ne kemi parasysh faktin që në rastin konkret dështimi i atribuohet Kuvendit si institucion. Mirë po në fund të fundit ne e dim se si funksionon Kuvendi dhe që miratimi i ligjeve do të thotë varet nga grupi parlamentar që ka shumicën parlamentare dhe që në rastin konkret do të thotë dështimi për zbatimin e këtij aktgjykimi që prek të drejtat e mbi 90.000 zyrtarëve publik i adresohet qeverisë, e cila po ashtu ka edhe mazhoroncën parlamentare. Dhe Gëzim, gjithashtu kjo ka një dëm zinxhiror, apo jo, për shkak se tani rastet mund shkojnë në gjykatë dhe ka një dëm të madh atje nga kjo analizë që e keni bërë. Tani më për shkak të mosveprimit të Kuvendit deri më në gusht të vitit 2024, mbi 90.000 zyrtarëve publik u janë cenuar të drejtat e tyre. Për çfarë arsye? Për shkak se kanë pasur të marrin më shumë pagë në 0.5%, ndërsa kanë marrur në 0.25%. Pra dëmi është shkaktuar për shkak të mosveprimit të Kuvendit. Dhe tash si IKD kemi gjetur se në rastin konkret ka lindur e drejta që këta zyrtarë publik ta paditin Kuvendin e Republikës së Kosovës për realizimin e të drejtave të tyre. Fillimisht në asnjë rrethon nuk është e preferuar që Kuvendi t'i detyrojë zyrtarët publik që të parashtrojnë padi. Për çfarë arsye? Po i përmendi do thotë rastet e tjera
dhe problemet që kanë shkaktuar në praktik. Ta zonë për shembull mosbatimi i obligimeve që rrjedhin nga kontratat kolektive, mosbatimi i vendimeve nga ana e institucioneve në raport me pensionet e dyfeshta. E ka vërshuar gjyqësorin me numër të madh të lëndëve dhe që kjo më pastaj ka ndikuar edhe në efikasitetin e përgjithshëm të sistemit gjyqësor. Ta zëm për shembull në vitin 2018 kemi pasur rreth 40.000 lëndë civile, në fund të vitit të kaluar janë rreth 120.000 lëndë dhe gjithë kjo situatë ka ardhur për shkak të këtij vërshimi, për shkak të mosbatimit të obligimeve nga ana e institucioneve të administratës publike dhe detyrimit të qytetarëve që të drejtat e tyre t'i realizojnë përmes gjykatës. Nëse edhe në këtë situatë e kemi këtë situatë që mbi 90.000 zyrtar publik detyrohen që rastin të drejtat e tyre t'i realizojnë përmes procedurave gjyqësore, normalisht që themi se do të rritet numri i rasteve gjyqësore edhe për 90.000 lëndë dhe që kjo definitivisht do të shkaktoj një kaos të radhës në sistemin gjyqësor që do të ndikojë në aftësinë e përgjithshme të sistemit gjyqësor për të ofruar gjykim brenda një afati të arsyeshëm dhe kjo për të gjitha rastet. Problem tjetër më pastaj është se nga buxheti i shtetit më pastaj nuk do duhet të paguhet vetëm çështja e diferencës së pagesës në raport me përvojën e punës, mirëpo do duhen të paguhen edhe shpenzimet procedurale. Sipas kalkulimeve të përgjithshme të Institutit të Kosovës për drejtësi për këto raste, shpenzimet procedurale do të jenë rreth 35 milionë euro. Pra vetëm shpenzimet procedurale janë miliona euro. Mbi 35 milionë euro janë vetëm shpenzimet e përgjithshme procedurale, duke mos e llogaritur kërkesën kryesore, që është ajo diferencë e pagesës që duhet të bëhet zyrtarëve publik, dhe po ashtu duke mos llogaritur edhe çështjen e kamotës ligjore dhe eventualisht shpenzimeve të cilat krijohen në procedurë të përmbarimit. Për këtë arsye, në rastin konkret, thjesht nëse edhe legjislatura e radhës vazhdon me këtë mosveprim përballë obligimit të kushtetues që ka, definitivisht se rrezikon edhe të cenoj funksionimin e mirëfillt të gjyqësorit dhe po ashtu me miliona euro të dëmtoj edhe buxhetin e Republikës. Dhe konsideron që ndoshta gëzim puna e parë kuvendit të ri do të ishte kjo çështje, apo jo, diskutimi i kësaj çështje? Definitivisht se po, nuk shoh fare diskutim në këtë çështje për shkak se çështja është e adresuar në mënyrë adekuate nga ana e gjykatës kushtetuese. Ndoshta eventualisht do duhet të kishte diskutim për politikat publike nëse kjo përqindje do duhet të rritej. Kjo është diçka tjetër më pastaj. Mirë po, fakti se kjo përqindje duhet që të mbetet në të paktën 0.5% është obligim sipas gjykatës kushtetuese dhe që nuk ka ndonjë procedurë. Do të thotë edhe procedura e rregullt legjislative nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës mund të shmanget në këto raste sepse thjesht kemi të bëjmë me një zbatim të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe tani më jemi në vonesë. Mos harrojmë se fatkeqësisht në shumë raste pa asnjë nevojë kjo legjislaturë do të thotë ka miratuar ligje përmes shmangjeve të procedurave të ndryshme, ndërsa nuk ka përmbushur obligimin e saj kushtetues që është miratimi i ndryshimeve të nevojshme në ligjin për pagat në sektorin publik në mënyrë që të adresohet ky obligim kushtetues. Po, dhe gëzema, keni analizuar pse është bë pikërisht ky ndryshim ligjor? A ka qenë me qëllim që dëmtohet ose tulet buxheti apo ku është problemi pse është ulur përvoja e punës? Fillimisht nuk ka pasur një përgjigje adekuate, mirë po nëse i lexojmë do të thotë komentet që ka dhënë qeveria në gjykatën kushtetuese, gjithsa ligji për gjykatën kushtetuese, kushtetutshmëria e tij trajtohej nga ana e gjykatës kushtetuese, thuhet se është bërë përmes një sistemi që gjoja të ketë një sistem të proporcional të karrierës e tjerë, që një pagesë më e madhe të jetë mbi 15 vite, ndërsa një pagesë më e vogël nën 15 vite, mirë, po përgjithsisht nuk ka pasur një argument të qëndrueshëm. Do ishte situatë ndryshe për shembull, nëse do mbetej kjo 0.5% e pagesës për deri në 15 vite për shembull siç ka qenë, ndërsa do të rritej mbi 15 vite, për shkak se rritja është më pastaj çështje politikave publike, nuk është çështje kushtetuese. Ulja është çështje kushtetuese, për shkak se kemi të bëjmë me faktin se zyrtarët publik e kanë fituar një të drejtë e cila nuk mund të cenohet. Dhe që fatkeqësisht do thotë kemi ardhur deri te kjo situatë që përkundër këtij veprimi të ndërmarrë, përkundër aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, thjesht rrezikohen pasoja edhe më të mëdha për shkak të mosveprimit të vazhdueshëm nga ana e Kuvendit. Dhe gëzim gjithashtu në tryezën e sotme tuaj keni pas edhe deputet të legjislaturës së kaluar tashmë. A ishin në dieni për këtë problem kaq madh dhe këto miliona që ka rrezik të humb shteti ajo? Po, sot do të thotë në eventin organizuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi ishin prezent
përfaqësues nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, fatkeqësisht nuk ishin prezent deputet apo përfaqësues nga lëvizja vetëvendosje dhe qëndrimi i tyre i mbojtur gjatë këtij eventi ishte se ndër veprimet e para me rastin e fillimit të legjislaturës së radhës do të jenë ndërmarrja e veprimeve për iniciimin e ndryshimeve të nevojshme në ligjin për pagat në sektorin publik në atë mënyrë që të adresohet ky aktgjykim i gjykatës kushtetuese. Shqetësimet e tyre i shprehen edhe përfaqësuesit e sindikatave që theksuan ashtu siç e kemi përmendur edhe në raportin e IKD-s që përtej shkeljeve të zyrtarëve publik, përtej shkeljes së kushtetutës, një ulje e tillë ka ndikim edhe në aspektin social të qytetarëve të Republikës së Kosovës, për shkak se prek një gomë të gjerë të qytetarëve përkatësisht zyrtarëve publik. Po, dhe duke ditur gzim kjo legjislatura që tani po shkon është në ikje, ka pasur shumë shkelje kushtetuese, sa e shpejt ka qenë ky kuvend për t'i adresuar këto shkelje kushtetuese apo ka pasur raste si ky që keni përmendur ju sot? Fatkeqësisht jo, për shkak se përgjithsisht do thotë ka pasur një shpërfillje të madhe në raport me kushtetuesën dhe do thotë kjo dëshmohet edhe nga ana një numri të madh të aktgjykimeve të cilat janë shpollur nga ana e gjykatës kushtetuese ku është konstatuar kundër kushtetutshmëria e akteve të caktuara dhe që fatkeqësisht do thotë nuk bëhet fjalë do thotë nuk bëhet fjalë për ndonjë dispozit diçka shumë komplekse për cilën gjykata kushtetuese ka gjetë shkelje. Ka pasur situata të qarta, do thotë vetëm nëse i përmendim çështjen e ligjit për pagat në sektorin publik, shkeljet të cilat janë konstatuar nga ana e gjykatës kushtetuese IKD paraprakisht i kishte draftuar dhe ua kishte dërguar deputetëve, mirë, por që nuk kishin pasur vullnet për të reflektuar. Njëjtë ka qenë për shembull situata me ligjin për këshillin e pavarur mbikëqyrës, me Komisionin e Pavarur të Media, këshillin e pavarur mbikëqyrës të shërbimeve civil dhe shumë ligje të tjera të cilat janë realizuar nga ana e gjykatës kushtetuese dhe për më tepër ka pasur edhe ligje të tjera të cilat nuk kanë shkuar në gjykatë kushtetuese dhe që fatkeqësisht kanë mbetur si kundërkushtetuese dhe që sot ende janë në fuqi. Po, dhe cilat janë problemet më të mëdha me këto shkelje të kaq mëdha të kushtetuese nga ana e qeverisë dhe gjithashtu nga ana e këtij kuvendi? Ku është problemi më i madh? Mungesa e planifikimit, mungesa e përvojës apo thjesht nganjëherë që është përmendur edhe kjo arroganca e numrave nga ana e pushtetit? Apo ku është problemi? Fillimisht do thotë përgjithsisht nëse shohim e para është një çështje shumë shpërfillëse në raport me limitet kushtetuese. Do thotë jeta institucionale, ligjbërja, veprimet e gjitha këto në Kosovë duhet të bëhen non-stop dhe vazhdimisht në përputhje me kushtetutën dhe që në raport me kushtetutën ka pasur një shpërfillje të gjerë. Aspekti i dytë është që ka pasur një farë lloj shpërfillje në raport me komentet e planuara. Në shumë raste do thotë evidentohen problematika të ndryshme, shkelje kushtetuese, shkelje të standardeve ndërkombëtare etj, ndërsa të njëjtit nuk reflektojnë. Dhe më pastaj jemi deri te kjo situata ku vazhdimisht mundohemi do thotë fusha të caktuara që të mbrohen nga shkelja kushtetuese, nga shkatërrimi institucional etj, për shkak të ndjekjes së kësaj çështje. Dhe definitivisht është pikërisht kjo çështje e cila edhe proceduralisht në aspekte të caktuara ka krijuar vonesa të konsideruara. Përballë nevojës që të adresohen shkeljet kushtetuese dhe përballë nevojës që të merret mësim nga gjykimet e gjykatës kushtetuese, qeveria nuk e ka bërë këtë, mirë po ka vazhduar me sulme direkte në raport me gjykatën kushtetuese, duke kërkuar nga të njëjtit që të dalin në zgjedhje etj, mirë po që fatkeqësisht një debat i tillë, një mos respektimi aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, një shkelje e vazhdueshme e kushtetutës dhe kërkesa që gjyqtarët të gjykatës kushtetuese të dalin në zgjedhje definitivisht se nuk bën pjesë në një shoqëri ku sundon ligji. Po, dha mund të presim tani, ende nuk ka një kuvend, por megjithatë ka rezultate përfundimtare, a mund të presim që ka mes javës ardhshme ndoshta mund të kemi certifikim të rezultateve dhe cilat janë tani afatet për konstituimin e kuvendit? Se përket konstituimit të institucioneve të reja, fillimisht ne jemi në fazën ku rastisht në gjykatën supreme pas shpalljes së rezultateve përfundimtare dhe që do thotë gjykata supreme ka afat që brenda 72 orëve që bie 3 ditë të vendos në lidhje me ankesat e parashtruara dhe nëse nuk ka do thotë një ndryshim, ndonjë kërkesë për votim etj nga ana e gjykatës supreme, më pastaj hapet rrugë certifikimit të rezultateve nga ana e komisionit
qendrore të zgjedhjeve. Pas certifikimit, seanca konstituive duhet të mbohet brenda 30 ditëve nga momenti i certifikimit të rezultateve. Dhe që kjo seancë konstituive brenda këtij afati thirret nga ana e Presidentës së Republikës së Kosovës, e që nëse presidentja nuk e bën këtë, kuvendi mblidhet vetë. Më pasaj dhe thotë veprimi i parë është verifikimi i mandateve të deputetëve, më pasaj betimi i deputetëve dhe tutje kalon tek faza e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Sipas kushtetutës dhe tani më të sqaruar nga ana e gjykatës kushtetuese përmes aktgjykimeve të saj, i takon partisë së parë e drejta ekskluzive për të propozuar kandidatën. Ka një afat këtu apo nuk ka për të propozuar? Realisht nuk ka një afat për të propozuar, mirë po ideja është që ka afatet të përgjithshme të konstituimit të institucioneve dhe që në rastin konkret do thotë drejta ekskluzive për të propozuar i takon partisë së parë për kryetarin e kuvendit, për kandidatën për kryetar të kuvendit, derisa konsiderohet që është zgjedhur kryetari i kuvendit nëse merr shumicën absolute të gjysmën e votave plus një të deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe vetëm në këtë fazë më pastaj i hapet rrugë themelimit të qeverisë. Sipas kushtetutës dhe aktgjykimeve, që tani më kjo situatë është mjaftueshme sqaruar nga ana e gjykatës kushtetuese, në herën e parë drejta ekskluzive për të tentuar themelimin e qeverisë i takon partisë së parë që ka dalë në zgjedhje, që në rastin konkret i bie lëvizjes vendosje. Megjithatë, para se të flasim për çështjen e qeverisë, a mund të krijohet një vakum institucional nëse partia më e madhe nuk i ka numrat për formimin e qeverisë dhe këtu pastaj nuk e dërgon emrin për kryetar të kuvendit? A ka sqarim për një situatë në rast se ndodh ajo? Për shkak se ende nuk ka diskutime, nuk po flasim për diskutime të tilla. Dy çështje i kisha përmend në këtë drejtim. E para, nuk duhet besoj që tentativa të tilla do të ndodhen në kuvend me qëllim të sabotimit të themelimit sabotimit të procesit për themelimin e institucioneve. Definitivisht se duhet të tregojmë kulturë demokratike dhe jo të ndërmarrim veprime të tilla që kanë për qëllim sabotimin e institucioneve. Kjo është e para. E dyta, nuk ka një praktik, një rast, apo një aktgjykim specifik që e qartëson këtë situatë. Megjithatë, nëse krijohet eventualisht një rast i tillë dhe rasti shkon në ndonjë mënyrë, shkon për vlerësim nga ana e gjykatës kushtetuese, atëherë mund të marrim një çështje analoge që gjykata kushtetuese ka ndërmarrë në procese tjera për të parashikuar se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Për shembull, në këtë situatë, gjykata kushtetuese ka thënë se ndonse nuk ka një afat të caktuar, nuk nënkupton se rritja duhet të jetë e përjetshme, nuk nënkupton një afat ad infinitum që mund të bllokojë formimin e institucioneve, për shkak se institucionet duhet ta zbatojnë kushtetutën në atë mënyrë që të garantojnë funksionim adekuat të institucioneve dhe jo që përmes dispozitave kushtetuese të bllokojnë formimin e institucioneve. Dhe që besoj që përgjithsisht bazuar edhe në aktgjykimet e rasteve të tjera, ky do ishte qëndrimi i gjykatës kushtetuese në drejtim të deblokimit të situatës. Megjithatë, në përkitazi me këtë çështje, por i theksoj se nuk duat besoj që do të vim deri tek situata të tilla që do të ndërmerren veprime proaktive, nëse mundemi me thonë, që sabotojnë procesin e themelimit të institucioneve që është jashtëzakonisht i rëndësishëm në Kosovë. Po, dhe pastaj pas konstituimit të kuvendit, cila është procedura për formimin e qeverisë dhe pastaj lind pyetja, a ju duket që partia fituese me këta numra deputet i ka numrat për ta formuar qeverinë ajo? Fillimisht do thotë bazuar në rezultatet përfundimtare, asnjë prej partive politike, do të thotë as partia por as partitë e tjera nuk e kanë shumicën e nevojshme për themelimin e qeverisë. Dhe do të thotë më pastaj këtu ka matematika të ndryshme, mirë po jemi në një situatë do të thotë ku për dallim për shembull prej vitit 2021 që ka qenë situatë tjetër, tashmë nuk është ajo situatë dhe që domosdoshmërisht nevojiten koalicione të caktuara për themelimin e institucioneve, për shkak se thjesht numrat nuk dalin, matematika është e tillë që nevojitin të paktën 61 vota për themelim të qeverisë dhe që në bazë të rezultateve të publikuara nga KXZ asnjë prej partive politike nuk e ka 61 vota. Në aspektin procedural, në herën e parë drejta ekskluzive i takon partisë së parë sipas rezultateve zgjedhore dhe që në këtë situatë do thotë presidentja e mandaton kandidatën e partisë së parë, i cili ka afat që brenda 15 ditëve ta propozoj dhe ta themeloj qeverinë e ri. Dhe nëse kjo dështon dhe kalojmë në raundin e dytë të themelimit të qeverisë, më pastaj
hynë në lojë edhe çështja edhe diskrecioni i presidentit. Vetet në diskrecion të presidentës? Vetet në diskrecion të presidentës. Një parti opozitare apo përsëri e ka të drejtën partia më e madhe? Një parti në herën e dytë e ka të drejtën partia e cila dëshmon se i ka numrat për themelimin e qeverisë. Dhe këtu do thotë nuk përjashtohet asnjë parti politike. Pra përsëri mund të jetë vetëndosja me një bashkëpunëtor tjetër me një koalicion me një bashkëpunëtor tjetër nëse dëshmon se i ka numrat në kuvend për themelimin e qeverisë për themelimin e qeverisë së re. Dhe mandatari i dytë, për dallim prej mandatarit poshtë që kishte 15 ditë, në rastin e dytë ka afat që brenda 10 ditëve të propozohet të themelohet qeveria e re, dhe nëse përsëri kjo nuk ndodh, atëherë vendi shkon në zgjedhje. Po, megjithatë, nëse ju e monitoroni gjatë gjithë kohës punën e kuvendit, me këtë përbërje që shihni aktualisht, a mund të shohim një kuvend më të përgjithshëm, një legjislaturë më të mirë, që mund të ketë një diskurs më të mirë publik dhe çështje më që i sqaron dhe i trajton më mirë se sa kjo legjislatura në ikje? Fatkeqësisht do të thotë pritjet në raport me legjislaturën në ikje kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, për shkak se për dallim ndoshta pe legjislaturave të tjera ku mazhoroncën e kanë përbërë një numër i madh i partive, këtu ka qenë do të thotë shumica ka qenë më homogjene dhe që supozohej që edhe koordinimi, bashkërendimi etj do ishte më i lehtë, mirë po që fatkeqësisht nuk ka ndodhur kjo dhe përkundër numrave të mëdhej nuk kemi pasur efikasitet të kuvendit. Mos harrojmë do të thotë se ka pasur një numër të konsiderueshëm të ligjeve që nuk janë miratuar, një numër të konsiderueshëm të obligimeve që nuk janë përmbushur, ka pasur numër të madh të pozitave të cilat nuk janë plotësuar nga ana e kuvendit, duke u bërë në një farforme kuvendi ai penguesi i funksionimit adekuat të institucioneve publike, duke mos zgjedhur aktorët në institucione të caktuara. Ka pasur më pastaj skena nga më të ndryshmet më jo adekuate që mund përmendim, ka pas gjuhë jo adekuate dhe gjitha këto nuk i kontribuojnë avansimit të qeverisjes së mirë në Kosovë dhe që definitivisht se dua të shpresoj që kuvendi, legjislatura e Rodhës nuk do të ketë një sjellje të tillë për shkak se nuk është për shkak se para të gjithave është interesi i qytetarëve të Republikës së Kosovës që afektohet direkt nga veprimet e kuvendit të Republikës së Kosovës. Megjithatë, forcimi i partive opozitare brenda kuvendit ndoshta është një sinjal që do të mund të shtyhen agjenda më përpara edhe nga ana e opozitës kur ka kërkesa të tilla, apo jo? Realisht po. Gjatë gjithë kohës legislaturën e kaluar, opozita është ankuar se është injoruar totalisht për shkak të arrogancës së numrave nga ana e pushtetit, apo jo? Realisht në secilin rast do të thotë nëse ka numra më të mëdhej opozita, ajo e bën opozitën më të fortë në kuvend dhe që rrjedhimisht do të thotë edhe pozicioni i kuvendit karshi qeverisë do të thotë është më i fuqishëm. Problematika në raport me kuvendin e kaluar ka qenë se krahas gjitha të tjerave kuvendi nuk ka arrit me lujt rolin e vet kushtetues si mbikëqyrës i qeverisë së Republikës së Kosovës. Dhe kjo përse? Për shkak të numrit të madh të votave që qeveria ka pasur në kuvend dhe për shkak se edhe numrat shumica parlamentare ka qenë shumë homogjene dhe do thotë ka qenë numër shumë i vogël i rasteve që qeveria ndoshta ka deklaruar se nuk i ka numrat apo diçka të ngjashme, mirë po që kjo situatë ka sjell deri tek situata që kuvendi ka dështuar që ta luajë rolin e vet kushtetues si institucion që përbën nga përfaqësuesit e popullit që mbikëqyrin ekzekutive në këtë rast qeverinë. Po, dhe kretë në fund, gëzim e dim që këtë kuvende presin përsëri çështjet ndoja ligjore, si për shembull kalimi projekt kodit civil e shumë çështje të tjera, a mund presin përsëri bllokadat e tilla dhe zvarritjet e tilla të projekt ligjeve që janë të rëndësishme për vendin? Është shumë e rëndësishme që edhe qeveria e re, edhe legjislatura e re mos të sillet në mënyrën se siç ka ndodhur deri më tani. Definitivisht se çfarëdo koalicioni që bëhet duhet t'i ketë parasysh dhe duhet t'i përmbaj disa zotime për disa prej çështjeve të cilat janë në interes kombëtar. Do thotë çështja e raporteve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar, çështja e zhvillimit, çështja e miratimit të ligjeve të ndryshme që janë jetike për qytetarët e Republikës së Kosovës, çështja e përmbushjes
përgjigjes së aktgjykimit për cilin folim që paraqet detyrim kushtetues e tjerë, definitivisht janë çështje për cilat duhet të dakordohen partitë politike dhe që duhet që t'i miratojnë sa më parë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Vetëm nëse përmendim aspektin e sistemit të drejtësisë, ka një sër reformash të cilat janë të nevojshme për sistemin e drejtësisë dhe që afektojnë direkt jetën e qytetarëve, mirë po që të cilat ende nuk janë miratuar nga qeveria dhe nuk janë miratuar nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe që kjo situatë definitivisht se prek edhe jetën e qytetarëve, dhe për këtë arsye dua të besoj se partitë politike do të cilën në mënyrë më të përgjithshme në legislaturën e radhës sa që ka ndodhur deri më tani, në mënyrë që ti adresojnë gjitha këto obligime. Mirë, të falenderoj që ishte sot këtu me ne, pra. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj bisede tani radha është për bllokun e lajmeve të botës dhe rikthehemi me zhvillime të tjera.